Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Unë jam Jon Sheku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se do të diskutojë me homologun kinez Xi Jinping çështjen e shitjes së armëve amerikane për Tajvanin gjatë vizitës së tij në Pekin. Trump tha se Xi kundërshton furnizimet ushtarake për ishullin, ndërsa Tajvani mbetet një pikë e fortë tensioni mes SBA-s dhe Kinës. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se do të diskutojë me presidentin kinez Xi Jinping çështjen e shitjes së armëve amerikane për Tajvanin gjatë takimit të tyre këtë javë në Pekin. I pyetur nga gazetarët nëse Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë furnizimin me armë për Tajvanin, Trump tha se kjo do të jetë një nga temat kryesore të bisedimeve me liderin kinez. Presidenti Xi doj që ne të mos i shesim armë Tajvanit dhe unë do të diskutoj këtë me të, deklaroi Trump. Ai shtoi se Xi Jinping e do vendin e tij dhe si gjatë takimit pritet të diskutohen edhe energjia, Irani dhe marrëdhënie dypalëshe. Tajvani mbetet një nga çështjet më sensitive në marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Pekinit. Kina e konsideron ishullin si pjesë e territorit të saj, ndërsa Tajvani e kundërshton këtë pretendim. Shtetet e Bashkuara ndjekin politikën e njohur si një Kinë, por njëkohësisht mbeten mbështetësi kryesor ndërkombëtar i Tajvanit dhe janë të detyruara me ligj të ndihmojnë në mbrojtjen e tij. Shitjet amerikanëve të armëve për Tajvanin kanë shtuar vazhdimisht tensione me Pekinin. Në dhjetor, Trump miratoi paketën më të madhe ushtarake për Tajvanin me vlerë mbi $11 miliard. Ndërkohë, zyrtarë amerikan kanë kërkuar që Tajvani të rrisë më tej shpenzimet për mbrojtjen, ndërsa administrata Trump ka theksuar se politika amerikane ndaj Tajvanit nuk ka ndryshuar. Kapiteni i anijes turistike MV Hondius falenderoi pasagerët e ekuipazhin për disiplinën dhe qetësinë gjatë shpërthimit të hantavirusit në bord. Organizata botërore e shëndetësisë konfirmoi 9 raste me virusin Andes, ndërsa 3 persona kanë humbur jetën. Kapiteni i anijes turistike MV Hondius ka falenderuar pasagerët dhe ekuipazhin për sjelljen dhe bashkëpunimin gjatë javëve të vështira të shpërthimit të hantavirusit në bord. Në një deklaratë pas zbarkimit të pasagerëve të fundit në Tenerife, ai tha se periudha e fundit ka qenë jashtëzakonisht sfiduese për të gjithë ata që ndodheshin në anije. Detyra ime si kapiten është të kujdesem për ekuipazhin, pasagerët dhe ta çoj anijen në sigurt të port. Por përgjegjësia jon nuk përfundon këtu, deklaroi ai. Pasagerët e fundit u larguan nga anija të hënën dhe pritet të udhëtojnë drejt Holandës, ku do të qëndrojnë në karantinë. Organizata botërore e shëndetësisë tha se deri tani janë raportuar 9 raste me hantavirus, për të cilave 7 janë konfirmuar si variante Andes, një formë e rrallë që mund të transmetohet mes njerëzve përmes kontaktit të afërt dhe të zgjatur. 3 persona kanë humbur jetën që nga fillimi i shpërthimit, ndërsa 2 raste të tjera pozitive u konfirmuan pas mbërritjes së anijes në Ishujt Kanarje. Autoritetet franceze thanë se një pasagjer francez ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore. Ndërkohë, autoritetet amerikane konfirmuan se 18 shtetas amerikanë janë riadetësuar. Shumica janë dërguar në Nebraska, ku një person pozitiv po trajtohet në një njësi të specializuar izolimi biologjik. Zyrtarët shëndetësor në SBA dhe OBSH kanë theksuar se rreziku për publikun mbetet shumë i ulët, pasi virusi nuk përhapet lehtë. Ministrja spanjolle e shëndetësisë, Monica Garcia, deklaroi se të gjithë pasagerët do të monitorohen çdo ditë dhe do të qëndrojnë në karantinë për 42 ditë, sipas rekomandimeve epidemiologjike. Anija pritet të vazhdojë udhëtimin drejt Holandës me 26 anëtar të ekuipazhit, ku do të kryhet disinfektimi i plotë i saj. Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me presion në rritjen brenda Partisë Laboriste pas humbjeve në zgjedhjet lokale dhe disa skandaleve politike. Ndër emrat që përmenden si pasues të mundshëm janë Andy Burnham, Angela Rayner, Wes Streeting dhe Ed Miliband. Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me një revoltë në rritje brenda Partisë Laboriste pas rezultateve të dobta në zgjedhjet lokale dhe një seri e skandalesh politike që kanë dëmtuar popularitetin e tij. Megjithëse Starmer ka deklaruar se nuk ka ndërmend të japë dorëheqjen, shumë ligjvënës laborist po shtojnë presionin për largimin e tij nga drejtimi i qeverisë. Sipas rregullave të Partisë Laboriste, për të nisur një sfidë për udhëheqje nevojitet mbështetja e 20% e të deputetëve të partisë ose 81 ligjvënës. Deri tani, nuk ka një kandidat të shpallur zyrtarisht kundër Starmer, por në skenën politike britanike po qarkullojnë disa emra si pasues të mundshëm.
Një nga favoritët konsiderohet Andy Burnham, kryetari i bashkisë Greater Manchester, i cili gëzon popularitet të lartë. Megjithatë, ai aktualisht nuk është deputet dhe do të duhej të rikthehej në parlament për të marrë drejtimin e partisë. Një tjetër emër i përfolur është Angela Rayner, ish zëvendës kryeministre dhe aleate e dikurshme e Starmer. Por ajo ende po përballet me probleme të pazgjidhura lidhur me çështjet tatimore që quhen në dorëheqjen e saj vitin e kaluar. Mes kandidatëve potencial përmendet edhe ministri i shëndetësisë Wes Streeting, i cili shihet si një nga figurat më ambicioze të kabinetit. Megjithatë, ai është kritikuar për lidhjet e tij me Peter Mandelson, ish ambasadorin britanik në SBA, i cili u përfshi me polemika për marrëdhëniet me Jeffrey Epstein. Në listën e emrave që përmenden është edhe ministri i energjisë Ed Miliband, ish lider i Partisë Laboriste. Edhe pse reputacioni i tij është përmirësuar vitet e fundit, ai ka deklaruar më herët se nuk synon të rikthehet në garën për drejtimin e partisë. Nëse Starmer largohet në javët e ardhshme, Britania do të ishte kryeministrin e saj të 7 brenda një dekade, një nga periudhat më të paqëndrueshme politike në historinë moderne të vendit. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se mendon që lufta në Ukrainë po shkon drejt fundit, në një koment që ka habitur analistët dhe mediat në Moskë. Deklarata erdhi vetëm disa orë pasi ai premtoi fitore gjatë paradës së ditës së fitores në sheshin e Kuq. Presidenti rus Vladimir Putin ka bërë një deklaratë pazakontë lidhur me luftën në Ukrainë, duke thënë se mendon që konflikti po shkon drejt fundit. Komenti u bë vetëm disa orë pasi lideri rus kishte premtuar fitore në Ukrainë gjatë paradës së ditës së fitores në Moskë, një ceremoni që këtë vit u zhvillua me përmasa më të reduktuara se zakonisht. Deklarata e Putinit ka shkaktuar habi mes analistëve dhe gazetarëve që ndjekin prej vitesh zhvillimet në Kremlin. Kreu i zyrës së Reuters në Rusi, Guy Falkenbridge, tha se nuk kishte drejtuar më parë Putinin të fliste në këtë mënyrë gjatë 4 viteve të fundit të luftës. Sipas tij, presidenti rus është zakonisht shumë i kujdesshëm me fjalët dhe deklaratat publike. Në komentet e tij, Putin tha se çështja po shkon drejt përfundimit, pa dhënë detaje konkrete se çfarë nënkupton kjo për luftën në Ukrainë apo për negociatat e mundshme. Ai shtoi gjithashtu se do të ishte i gatshëm të diskutonte marrëveshjet e reja sigurie për Europën dhe përmendi ish kancelarin gjerman Gerhard Schröder si partnerin e preferuar për negociatat. Ndërkohë, Rusia vazhdon ofensivën ushtarake në rajonin e Donbasit. Sipas Reuters, Moska kontrollon mbi 90% të territorit të Donbasit, por përparimi ushtarak rus është këndalësuar ndjeshëm gjatë këtij viti. Kremlini ka bërë të ditur se bisedimet për paqe të ndërmjetësuara nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump janë aktualisht të pezulluara, ndërsa lufta në Ukrainë mbetet konflikti më i rëndë në Europë që prej luftës së dytë botërore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se do të ulë përkohësisht taksën federale mbi karburantin për të lehtësuar rritjen e çmimeve në SBA. Çmimet e naftës dhe benzinës janë rritur ndjeshëm pas luftës me Iranin dhe tensioneve në ngushticën e Hormuzit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se administrata e tij planifikon të ulë përkohësisht taksën federale mbi karburantin, ndërsa çmimet e benzinës në SBA kanë arritur nivelet më të larta të viteve të fundit. Duke folur në Washington, Trump tha se masa do të zgjasë derisa të jetë e përshtatshme, duke lidhur drejt për drejt rritjen e çmimeve me luftën e Iran dhe tensionet në ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan u shpreh se situata në tregun energjetik do të stabilizohet sapo konflikti të përfundojë. Sipas tij, çmimet e naftës dhe benzinës do të bien sigur pas përfundimit të krizës me Iranin. Trump theksoi se shumë ekspertë kishin parashikuar që çmimi i naftës mund të arrinte deri në $300 për fuqi, por aktualisht ai mbetet në $100. Për të hyrë në fuqi, pezullimi ose ulja e taksës federale të karburantit kërkon miratimin e Kongresit Amerikan, i cili kontrollohet aktualisht nga republikanët. Senatori republikan Josh Hawley njoftohej se do të paraqesë një projekt ligj për pezullimin e taksës së benzinës. Edhe disa demokrat kishin propozuar më herët masa të ngjashme për të lehtësuar barrën mbi konsumatorët. Taksa federale aktuale mbi karburantin në SBA është 18 cent për galon dhe përdoret kryesisht për financimin e infrastrukturës rrugore. Sipas organizatës AAA, çmimi mesatar i një galoni benzine në SBA ka arritur në $4.52, niveli më i lartë që prej vitit 2022. Ndërkohë,
Disa shtete amerikane, përfshirë Indiana, Kentucky dhe Georgia, kanë nisur gjithashtu uljen e taksave lokale mbi karburantin për të zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve tek qytetarët. Mbi 30 liderë afrikanë morën pjesë në një samit në Kenya me presidentin francez Emmanuel Macron, ndërsa Parisi kërkon të forcojë partneritet ekonomik dhe politik në kontinent. Samiti vjen në një moment kur Franca po përballet me rënje të ndikimit në disa ish-koloni afrikane. Presidenti francez Emmanuel Macron zhvilloi në Kenya samitin Africa Forward, ku morën pjesë më shumë se 30 liderë afrikanë. Franca synon të krijojë marrëveshje dhe partneritete të reja në Afrikë, ndërsa përballet me rënje të ndikimit në disa vende të kontinentit, veçanërisht në Afrikën Perëndimore. Gjatë samitit, Macron deklaroi se Europa dhe Afrika duhet të ndërtojnë së bashku autonomi strategjike, duke theksuar se bashkëpunimi ekonomik dhe investimet janë thelbësore për të dyja palët. Ai njoftoi gjithashtu mobilizimin e 23 miliard eurove investime përmes këtij samiti. Ky është samiti i parë afrikan i organizuar nga Franca në një vend anglishtfolës, një sinjal se Parisi po përpiqet të zgjerojë ndikimin përtej ish-kolonive tradicionale frankofone. Analistët e shohin këtë si një përpjekje për të riformatuar rolin e Francës në Afrikë, në një kohë kur disa vende po largohen nga partneritetet tradicionale me Parisin. Në vitet e fundit, Franca është përballur me rritje të ndjenjave antifranceze në Afrikë. Grushtet e shtetit në Mali, Burkina Faso dhe Niger sollën në pushtet hunta ushtarake që dëbuan trupa franceze dhe forcuan lidhjet me Rusinë. Franca gjithashtu dorëzoi bazën e saj të fundit të madhe ushtarake në Senegal, pasi autoritetet vendase deklaruan se prania ushtarake franceze nuk përputhej me sovranitetin e vendit. Përmes këtij samiti, Macron synon të tregojë se marrëdhëniet mes Francës dhe Afrikës mund të ndërtohen mbi baza të reja ekonomike dhe strategjike në një periudhë ndryshimesh të mëdha gjeopolitike në kontinent. Në Khan Yunis të Gazës, palestinezët vazhdojnë të stërviten në një palestër të dëmtuar rënd nga lufta, mes rrezikut të shëmbjes dhe bombardimeve. Sportistët thonë se palestra është vendi i vetëm ku mund të largojnë stresin dhe të ruajnë shpresën për të ardhmen. Në bodrumin e një ndërtese të shkatërruar në Khan Yunis të Gazës, dhjetra palestinezë vazhdojnë të stërviten mes rrënojave dhe frikës së vazhdueshme nga lufta. Palestra, e hapur në vitin 2020, mbeti e vetmja pjesë e paprekur pasi 3 katet mbi të u shkatërruan gjatë bombardimeve. Menaxheri i palestrës Mohamed Albes tha se vendi nuk është më i sigurt për punë apo jetesë, por njerëzit nuk kanë alternativë tjetër. Tavani mund të bjerë mbi ne në çdo moment, por ne vazhdojmë sepse nuk kemi vend tjetër, tha ai. Mes tyre që stërviten është edhe bodybuilderi Ahmed Farwana, i zhvendosur nga Rafah, i cili tha se gjatë luftës humbi mbi 10 kg dhe u detyrua të krijonte pesha primitive për betoni për të vazhduar stërvitjen. Gjatë periudhës së urisë humba trupin, sportin dhe moralin tim, tregoi ai. Të rinjt që vazhdojnë të ushtrohen thonë se palestra është i vetmi vend ku mund të largojnë energji negative dhe të përballojnë presionin psikologjik të luftës. Ahmed Al-Majida, një tjetër palestinez që stërvitet aty, e përshkroi palestrën si një mikrokozëm të Gazës. Po stërvitemi nën rrënoja. Sot po ndërtojmë trupat tanë nën gërmadha, në një ditë do të rindërtojmë edhe Gazën, tha ai. Pavarësisht rrezikut nga bombardimet dhe kushteve të vështira, të rinjt palestinezë vazhdojnë të mbajnë gjallë sportin dhe shpresën për një të ardhme më të mirë. Gjykata Supreme e SBA-s zgjati pezullimin e një vendimi që kufizonte aksesin ndaj pilulës së abortit mifepriston. Vendimi lejon përkohësisht që ilaçi të vazhdojë të përshkruhet përmes telemjekësisë dhe të dërgohet me postë. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi të zgjasë pezullimin e një vendimi që do të kufizonte aksesin ndaj pilulës së abortit mifepriston në të gjithë vendin. Vendimi i përkohshëm do të mbetet në fuqi deri më 14 maj, ndërsa gjykata shqyrton çështjen. Gjykatësi Samuel Alito vendosi që mifepriston të vazhdojë të përshkruhet përmes telemjekësisë dhe të shpërndahet me postë të paktën për momentin. Çështja lidhet me një paditë ngritur nga shteti i Luizianës, i udhëhequr nga republikanët, kundër një rregulli federal të vitit 2023 që lehtësoi aksesin ndaj ilaçit. Një gjykatë apeli në New Orleans kishte rikthyer më herët rregullin e vjetër që kërkonte vizitë fizike te mjeku përpara shpërndarjes së pilulës. Megjithatë, Gjykata Supreme ndërhyri duke e pezulluar atë vendim për të fituar më shumë kohë për shqyrtim. Mifepriston
përdoret në shumicën e aborteve medikamentoze në SBA dhe ndryshimet në mënyrën e shpërndarjes së tij mund të kenë ndikim ndërkombëtar. Çështja rikthen debatin mbi abortin në Gjykatën Supreme vetëm pak vite pasi ajo rrëzoi vendimin historik Roe kundër Wade në vitin 2022. Pas atij vendimi, 13 shtete amerikane vendosën ndalime pothuajse totale të abortit, ndërsa disa të tjera miratuan kufizime të ashpra. Dhjetra bllokada rrugore paralizuan Bolivinë gjatë një greve kombëtare, ndërsa protestuesit kërkuan ndërheqjen e presidentit Rodrigo Paz. Qeveria bëri thirrje për dialog dhe ftoi grupet protestuese në negociata. Bolivia u përball me protesta dhe bllokada rrugore në disa pjesë të vendit gjatë një greve kombëtare të organizuar kundër qeverisë së presidentit Rodrigo Paz. Protestuesit akuzojnë qeverinë për dështim ekonomik dhe kërkojnë largimin e presidentit nga detyra. Sipas autoriteteve, të paktën 38 pika bllokimi u regjistruan në të gjithë vendin. Greva u thirr fillimisht nga sindikata kryesore e punëtorëve, që kërkon rritje pagash dhe përmirësim të furnizimit me karburant, ndërsa më pas protestës ju bashkuan grupe indigjene dhe sindikata të mësuesve. Në qytetet El Alto dhe La Paz, protestuesit deklaruan se qeveria nuk ka përmbushur asnjë nga premtimet e saj në 6 muajt e parë në pushtet dhe paralajmëruan se vendi po përballet me krizë të thellë ekonomike. Qeveria e Paz akuzoi mbështetësit e ish-presidentit Evo Morales për organizimin e protestave. Vet Morales bëri thirrje për një marshim drejt kryeqytetit La Paz, që pritet të nisë të martën. Ndërkohë, qeveria ka ftuar sektor të ndryshëm në negociata në pallatin presidencial. Ministri i Brendshëm Marco Oviedo zhvilloi takime me autoritetet lokale në La Paz, ndërsa Ministria e Arsimit thirri në bisedim me sindikatet e mësuesve për të shmangur përshkallëzimin e krizës. Stadiumi i Torontos kaloi testin kryesor përpara Kupës së Botës 2026 gjatë ndeshjes mes Toronto FC dhe Inter Miamit të Lionel Messit. Mbi 44.000 tifoz mbushin stadiumin, ndërsa organizatorët testuan sigurinë dhe menaxhimin e turmave. Toronto ka zhvilluar provën më të rëndësishme përpara nisjes së Kupës së Botës 2026, duke pritur një numër rekord tifozësh në stadiumin BMO Field gjatë ndeshjes mes Toronto FC-s dhe Inter Miami të Lionel Messit. Mbi 44.000 spektatorë ndoqën takimin, ndërsa organizatorët e botërorit përdorin eventit për të testuar funksionimin e stadiumit, hyrjedaljet dhe sigurinë dhe lëvizjen e tifozëve. Drejtoresha ekzekutive e Kupës së Botës 2026 për qytetin e Torontos, Sharon Bollenbach, tha se eksperienca shërbeu për të identifikuar përmirësimet e nevojshme për turneun. Stadiumi ka kaluar një rikonstruksion $158 milion kanadez, ku janë shtuar 17.000 vende të përkohshme për të përmbushur standardet e FIFA-s. Megjithatë, disa pjesë të tribunave të reja kishin shkaktuar debat në rrjetet sociale për çështje sigurie. Autoritetet kanadeze presin që Kupa e Botës të sjellë mbi 300.000 vizitorë në Toronto. Kanadaja do ta nisë fushatën e saj në botëror me 12 qershor kundër Bosnjë-Hercegovinës në stadiumin BMO, ndërsa në grup do të përballet edhe me Katarin dhe Zvicrën. Bizneset e vogla në Rusi po përballen me vështirësi të mëdha për shkak të kufizimeve të reja të internetit të vendosura nga Kremlini. Bllokimet e aplikacioneve, kufizimet ndaj VPN-ve dhe ndërprerjet e internetit mobil po ndikojnë drejt për drejt në shitje dhe komunikim me klientët. Sipërmarrësit e vegjël në Rusi po ndjejnë gjithnjë më shumë pasojat të kufizimeve të internetit të vendosura nga autoritetet ruse, ndërsa aplikacionet e komunikimit dhe rrjetet sociale po bëhen gjithnjë e më të vështira për t'u përdorur. Natalia Kukovinec, e cila drejton një biznes për veshje qensh, thotë se është detyruar të ndryshojë vazhdimisht aplikacionet e komunikimit për të qëndruar në kontakt me klientët. Pas bllokimit të Instagramit në vitin 2022 dhe WhatsAppit në muajin shkurt, Telegram ishte kthyer në kanalin e saj kryesor të shitjeve. Por edhe ky aplikacion tashmë po përballet me probleme. Sipas saj, Telegram funksionon vetëm me VPN dhe shpesh njoftimet nuk mbërrin. Gjithashtu, ka vështirësi në ngarkimin e fotografive, ndërsa disa aplikacione të tjera nuk punojnë siç duhet kur VPN është aktivizuar. E gjithë kjo, thot ajo, po shkakton vonesa në komunikim me klientët. Problemet të ngjashme po përjetojnë edhe shumë biznese të tjera të vogla dhe persona të vetpunësuar në Rusi, të cilët varen nga aplikacionet e mesazheve për shitjet dhe shërbimet e tyre. Në Moskë, restoranti Skrepka
raportoi se një problem teknik i lidhur me kufizimet e internetit bllokoi porositë online për ëmbëlsirat e pashkve. Menaxherja e restorantit tha se sistemi i porosive në Telegram u rrëzua për rreth një orë për shkak të fluksit të madh të kërkesave. Klientët nuk mund të hapnin kodet QR të nevojshme për të marrë porosit, duke shkaktuar ankesa dhe humbi financiare. Këtë javë, Kremlini deklaroi se nuk do të kompensojë bizneset për humbjet e shkaktuara nga ndërprerjet e internetit mobil në Moskë. Presidenti rus, Vladimir Putin, ka mbrojtur këto masa, duke argumentuar se ato janë të nevojshme për sigurinë kombëtare. Megjithse nuk ka të dhëna zyrtare mbi ndikimin ekonomik të kufizimeve, një sondazh i fundit tregoi se më shumë se 2/3 e rusëve besojnë se kufizimet e internetit u kanë vështirësuar jetën e përditshme. Ekspertët paralajmërojnë se pasiguria digjitale mund të vazhdojë, ndërsa bizneset e vogla mbeten ndër më të prekurat nga masat e reja të kontrollit online në Rusi. Ylli i ri i Barcelonës, Lamine Yamal, valviti flamurin palestinez gjatë paradës festive për fitimin e titullit në La Liga. Veprimi i tij mori vëmendje të madhe në rrjetet sociale, ndërsa mijëra tifozë festonin në rrugët e Barcelonës. Futbollisti i Barcelonës, Lamine Yamal, tërhoqi vëmendjen gjatë paradës festive të klubit Katalanas, pasi u shfaq duke valvitur një flamur palestinez nga autobusi i ekipit. Ngjarja ndodhi të hënën në Barcelonë, ndërsa mijëra tifozë kishin mbushur rrugët e qytetit për të festuar titullin e 29 kampion në La Liga. Barcelona siguroi trofeun pas fitores 2-0 ndaj rivalëve të përjetshëm të Real Madridit në El Clasico, të zhvilluar në stadiumin Camp Nou. Pamjet e shpërndarë në rrjetet sociale treguan 17 vjeçarin spanjoll duke mbajtur lart flamurin palestinez, ndërsa një pjesë e tifozëve reaguan me përhorima. Veprimi i Yamal u komentua gjerësisht online dhe u pasi një gest politik në mbështetje të palestinezëve, në një kohë kur konflikti në lindjen e mesme vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Qyteti i Barcelonës ka qenë shpesh qendër e protestave pro-palestineze që prej nisjes së fazës së fundit të konfliktit Izrael-Palestinë në tetor të vitit 2023. Në qytet janë organizuar rregullisht demonstrata dhe iniciativa humanitare për Gazën. Pamjet e videos u verifikuan nga Reuters përmes të dhënave të skedarëve origjinal, duke konfirmuar vendodhjen dhe datën e regjistrimit. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashkë mirupafshim.